Po për shifni situatën është hera 24 që nuk votohet komisioni zgjedhor. Është absurde që për 24 herë shkeljet kushtetuta edhe nuk arrin me votu një komision të thjesht për shkak se është e parësyshme me orë deputet në Kuvendin e Republikës edhe mos me ushtru funksionin e tyre që është vota, qoftë pro, qoftë kundër, qoftë abstenim. Për neve i morim parasysh gjitha ato që ndodhin, përfshi këto dhe ofertat që vinë edhe për partive tjera, por është absurde me shku me mendu me bo grupe punuse e me borë eksperta e mos me pos kurajon me votu një komision të thjesht, ku pastaj hopët një mundësi tjetër për me votu ose me kalu procesin e votimit të fshet. E kuptojmë që LDK ka dolë me një propozim dhe është diskutu këtu që ata po thënë që e kanë një ofertë, po është e pa kuptueshme për qytetarët e Republikës për shkak se ata po thënë s'ka pos asnjë ofertë tjetër. Ne kemi bo një ofertë politike për me kalu krizën edhe të kuvendit dhe të qeverisë. LDK-ja e ka refuzuar atë. E për mua është e pa kuptim se cila nga pikat që i ka ofruar LDK-ja s'po mu i ka me implementu pa PDK-n. Po për cilën pik i duhet PDK-ja pa tjetër për me kalu planin ose këtë ngërçin që ata po thunë. Për më tepër, nëse LDK-ja vazhdon me thonë që është parti e fjalës, fjala duhet më mbojt, atëherë kryetori i LDK-s duhet ta mboj fjalën e dhënë me 8 prill, ku ka thënë se ne nuk do të jemi pengesë në konstituimin e kuvendit. Logjika është pak e parësyshme me thonë LDK-ja po vi one, po pe marë PDK-n me veti, po jo veç me juve. Do thonë, nëse thuti ju me lëvizjen vetëvendosje, qysh po baj ka me lëvizjen vetëvendosje po edhe me PDK-n, po veç me lëvizjen vetëvendosje ju. Na e kemi të qartë, kemi thonë me LDK-n po, me PDK-n ju.